Lufta në lindjen e mesme tashmë po fillon të ndryshojë hartën e udhëtimeve ndërkombëtare. Tensionet në rritje kanë detyruar mbylljen e përkohshme të 2 qendrave kryesore ajrore të rajonit, duke çuar në anullime, devijime itinerarësh dhe pasiguri në rritje midis linjave ajrore dhe udhëtarëve. Por ndikimi mund të shkojë përtej aviacionit. Ndërsa tensionet rriten në rajon, disa turistë po fillojnë të rishqyrtojnë planet e tyre të udhëtimit, gjë që mund të çojë në ndryshime në flukset ndërkombëtare të turizmit. Një raport nga konsulenca e turizmit Mabrian tashmë zbulon një përkeqësim të ndjeshëm në perceptimet e sigurisë në disa destinacione të lindjes së mesme, së bashku me shenjat e para të një ndryshimi në kërkesë. Analiza bazuar në të dhëna mbi ndjenjen e udhëtarëve dhe sjelljen e kërkesës në tregjet kryesore dalse, SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca dhe Italia tregon një rënje të besimit në disa destinacione të gjirit, gjë që mund të hapë mundësi për tregje të reja turistike. Në këtë kontekst, Spanja mund të bëhet një nga destinacionet e favorizuara nga një ndryshim i mundshëm në flukset turistike ndërkombëtare. Sipas Mabrian, ka tashmë shenja fillestare se një pjesë e kërkesës që normalisht shkon në lindjen e mesme mund të ridrejtohet drejt destinacioneve evropiane që perceptohen si më të sigurta dhe më të konsoliduara, siç janë Spanja, Italia ose Greqia. Disa operatorë turistik po e parashikojnë këtë ndryshim të mundshëm. Sipas gazetës spanjolle El País, agjenci dhe kompanitë në këtë sektor tashmë po regjistrojnë një rritje të kërkesave për anullime në destinacione afër konfliktit si Egjipti, Jordania dhe Dubai dhe parashikojnë që një pjesë e kësaj kërkese mund të ridrejtohet drejt destinacioneve evropiane. Studimet thekson se interesi për Spanjën mbetet i fortë në disa nga tregjet e emetimit të analizuara. Në veçanti, vendi mund të kapë një pjesë të kërkesës nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa Perëndimore, 2 rajone që janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve në perceptimin e sigurisë. Për më tepër, Spanja ka një avantazh shtesë konkurrues, lidhjen e saj të gjerë ajrore dhe një ofertë të larmishme turistike që përfshin destinacione urbane, kulturore dhe me diell e plazh. Ky kombinim e bën më të lehtë përvecimin e një pjese të devijimit të mundshëm të udhëtarëve që rishqyrtojnë planet e tyre për lindjen e mesme. Megjithatë, Mabrian paralajmëron se është shumë herët për të konfirmuar një ndryshim strukturor në kërkesën globale.